Historia për Bylis kthehet aty ku kishte nisur sepse në Laç ballqotët pësojnë humbjen e 5 në 6 ndeshje. Formacioni Stavrinicës ka dalë fitues 3-1 në shtëpi ndaj Bylis që pasi kishte shijuar fitoren e parë në debutimin e teknikut Maqedonas Nikola Ilevski, nuk arrin dot të përsëritet. I pathyeshëm në shtëpi Laçi në fitoren e tretë në po aq takime të zhvilluara. Dopjeta e Xheladin Selimit i ka ndihmuar Kurbinasit të mbyllin llogarit që në pjesën e parë. Ndeshja e luajtur të enjte është dominuar që në fillim nga vendasit që kanë vënë në presion mbajtjen e topit të Bylis, duke krijuar kështu një bllokim të frymëmarrjes mallakastriote. Selimi tepër aktiv krijon hapësira në mbrojtjen e Bylis që mundohet të mbajë topin sa më larg zonës për të dalë nga ky moment pa dëme. Por në minutën e 20 shqiptaro Maqedonas i kontrollon mirë në hyrje të zonës, i pamarkuar dhe me një goditje Tokazi gjen këndin e pambuluar të portierit. Avantazh dhe egzaltimi merituar për lojtarin e mbërritur këtë edicion të Laçi. Në disavantazh Bylis tenton të shohë më shumë përpara por të markuar fort në çdo sektor. Alternative vetme mbeten tentativat nga distanca as pak frytëdhënëse për skuadrën e Ilevskit. Dimo dhe Popovic nuk kanë mbështetjen e duhur për të gjetur kombinime të duhura. Ndërkohë që tani Kurbinasit kanë më shumë hapësira dhe kjo shfrytëzohet me sukses në minutën e 38 në bashkëpunim edhe me zemërgjërsinë e gjyqtarit Albano Janku. Një vertikalizim nxjerr sulmuesin Lecjan përpara portierit që në dalje bllokon topin dhe më pas kundërshtarin, por Janku është i bindur se ekzistojnë ekstremet për 11 metrash. Protestat e të kuqve nuk i ndryshojnë mendimin e arbitrit dhe Selimi merr përsipër 11 metrashin. Portieri në një anë, topi në tjetrën për 2-0 që vulos rezultatin e pjesës parë. Goli i tretë në 6 ndeshje për Selimin. Ilevski ndërhyi në skuadër për të dhënë më shumë aspekt sulmues të tive që mundohen të paktën në minutat e mbetura të ngushtojnë diferencën për të rifutur në lojë. Presioni mallakastriotëve arritet në 45 minutat e dyta, ku detyra e Nicës për skuadrën e tij është mbrojtja e rezultatit. Por në fakt situata komplikohet në minutën e 61 kur kapiteni i Bylis Amarildo Dimo rihap takimin. Krosimi nga djatha finalizohet saktë nga shtatshkurtri i Bylis, duke mos i lënë asnjë mundësi Llanit. Laçi ndjen rrezikun se mund të shpëtojë nga duart një fitore e prekur, kështu që nën kërkesat e Nicës nga pankina, Kurbinasit zgjohen. Skuadrat janë të zgjatura dhe rastet nuk mungojnë duke bërë ndeshjen zbavitse. E megjithatë frika për të mos pësuar nuk e lejon Laçin të jetë fluid në lojë. Rastet më të mira janë për skuadrën e Nicës, që në fakt vetëm në fund të ndeshjes do të sigurojë fitoren me golin e tretë. Sulmuesi Bardhazi Vangel Mile, inteligjent në shpalljen e pozicionit jashtë loje, futet në zonë, driblon një mbrojtës dhe arkon në shtullën e dytë, duke fiksuar shifrat në 3-1. Pikërisht kur po skadonte minuta 89. Goli i dytë sezonal për Beratasin që ngjit Laçi në kuotën e 10 pikëve. Laçi i bën dëm vetes me një karton të kuqtë në minutat e fundit, por e mbyll gjithsesi me fitore. Lojë mirë e Kurbinasve që qëndrojnë solid në pjesën e lartë të renditjes, ndërsa për Bylis që bashkë me Besën mbyll klasifikimin. Problemet vazhdojnë të jenë prezente dhe kjo humbje tregon se konfirmimi në Super League këtë sezon do të jetë i vështirë.